që pa dyshim paralajmëron nisjen e njëstinë ndoshta me shumë protesta të tjera, megjithatë mbetet për t'u parë në ditët dhe në javët në vijim cila do të jetë qasja e tyre. Ndërkohë ka një përplasje, një debat mes gazetarëve dhe Klevis Balliut me një kameraman, mes apo shikoj, e ndjekim. E ndjekim disa momente, pa koment për kuptuar më qartë. Çfarë po I thot gazetarëve të Euronews Klevis Balliu, shikoj që ka një debat dhe me kameraman. Dosat, ja duhet pak më shumë zë, pak më shumë audio, për ta kuptuar më qartë. Kemi parë që Klevis Balliu I drejtonte dhe gishtin kameramanit. Ndoshta do duhet të lidhemi me Daniela Malokun, gazetare në Report Televizion, për të na sqaruar këtë episod. Kemi të bëjmë me një debat apo çështje tjetër. Shikoj edhe këtu njerëz të nxehur, po debatojnë me gazetaren e Report Televizion Daniela Malokun, një simpatizant I PD-s, I cili po debaton me kolegen ton Daniela Malokun. Një debat debatojnë me Klevis Balliun dhe me simpatizant të PD-s. Janë disa gazetarë në fakt. Daniela Maloku, kolegja e Report Televizion, kolegja jon, pati debate kolegja Euronews, e Sido Barkaj, një tjetër gazetar përsëri debate. Shikoj Edi Palokën, nuk e di ç'po thot, ndoshta dëgjojmë pak. Shikojmë që po e kap nga dora. Ka debate mes gazetarëve dhe zyrtarëve të PD-s. Duhet të lidhemi me kolegen Maloku për të kuptuar më shumë në lidhje me këto debate që ka ndodhur pak minuta më parë. Ne jemi aty, nuk jemi të gazetarë, kemi këtu. Gazetarët për çfarë? Kur ju kuptoj të sa të pyetje në nuk mund të pyet përse proteston. Mund të pyesim pse proteston. Ata prova gjë. Jo më të fare. Jemi pamje të drejtë për drejta. Ka ndodhur një përplasje, nuk e kuptojmë ende, mes deputetëve të opozitës me disa gazetarë apo mbështetësve të opozitës me disa gazetarë, por kemi parë debate mes tyre dhe gazetarëve në këtë protestë të thirrur nga opozita. Jemi dhe me pamje të drejtë për drejta. Klevis Balliu po debaton me Alfred Lelën, drejtorin e komunikimit.
Është disi e paqartë situata, jemi në pritje të një raportimi nga kolegët tanë për ta patur më të qartë atë që ka ndodhur. Kam parë në debat dhe kolegën tonë Daniela Maloku, por nuk e kuptojmë ende është diskutim apo debat, por në këtë diskutime kanë qenë edhe disa kolegë gazetarë të tjerë. Të edhe pamjet e drejt për drejta, vjojmë transmetimet tona. Nga protesta e opozitës, vjojmë transmetimet drejt për drejta, kemi patur dhe pamjet me dron. Ndërkohë kemi dhe mbështetësit opozitës që kërkojnë qeveri teknike sipas tyre. Këta dhe pamjet që në mbri në redaksin tonë,